Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim në lidhje me hënën e re, që është në shenjën e demit, dhe ka efektet e veta nga fillimi i kësaj periudhe deri në këto momente që flasim, sepse fillon 3 ditë para, por që do ketë efekte edhe më mbrapa. Gjithsesi, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Këtë video, te kjo video mund të dëgjoni edhe shenjën tuaj ascendente, se çfarë ndikimi do ketë hëna e re. Gjithsesi, ju ftoj të ndiqni edhe videot e tjera të këtij kanali. Kjo hënë e re që është në shenjën e demit do ndikojë më tepër në çështjet profesionale, por dhe në çështjet personale dhe do rris konkurrencën gjatë kësaj periudhe. Gjithsesi do ndikojë më tepër 4 shenja të horoskopit. Kjo hënë e re është në datën 27 prill dhe është një hënë e re që e vështirë për çështjet profesionale, por dhe edhe personale. Gjithsesi duhet keni kujdes, por më të ndikuara janë shenjat fikse, që është shenja e demit, shenja e akrepit, shenja e ujorit, por të dekadës së parë, të 10 ditësh të parë. Gjithsesi, duhet jeni të kujdesshëm, nuk është se është ndonjë gjë kaq e madhe, thjesht të tregoni të kujdesshëm. Dhe do filloj me të gjitha shenjat e horoskopit, se si do ndikojë. Doja të thoshja, është një periudhë që duhet të tregojeni të kujdesshëm në marrëdhëniet tuaja personale, flasim në çift, por dhe marrëdhënie të ndryshme personale, por dhe në lidhje me anën tuaj profesionale, me punën tuaj, sepse aty do ketë një konkurrencë. Jo se edhe te këto 4 shenja do ndikojë njësoj te të treja 10 ditëshet. 10 ditësh i dytë do jetë më i lirë, nuk do ketë këto ndikime kaq të forta. Dhe fillojmë në lidhje me të gjitha shenjat. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së peshores. Atëherë do shohim çfarë ndikimi do ketë kjo hënë e re në shenjën e demit edhe për shenjën tuaj. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Atëherë, kjo hënë e re që është në shenjën e demit dhe fillon efektet para datës 27, do t'ju sjellë një tension psikologjik në lidhje me borxhe, por financiare nga e kaluara. Dhe thjesht duhet të tregoni të kujdesshëm, të menaxhoni situatat, sepse në shenjën tuaj në këtë pikë do ndikoj më tepër në lidhje me financa nga e kaluara juaj. Atëherë, shohim se çfarë na thot taroti edhe në lidhje me shenjën tuaj. Jo të gjithë ndikon njësoj, varet nga 10 ditëshet. Ju shoh që keni marrë goditje, nuk e di, ose keni marrë goditje, ose do zhgënjeni, ose do mërziteni pak gjatë kësaj hëne të re, dhe më vjen keq që e them këtë, por unë më duhet të lexoj këto energjinë e letrave, dhe ju shoh në pritje. Mund të jeni në pritje të diçka nga e kaluara. Mund të jetë një person nga e kaluara në lidhje me dashurinë, që ju prisni të rikthehet ky person. Në rastin tjetër mund të jenë çështje nga e kaluara, persona, situata nga e kaluara që ju prisni të rikthehen ose që do rikthehen. Gjithsesi, ju shoh që jeni disa prej jush ndoshta dëshironi të bëni dhe udhëtime të shkurtra ose të gjata, ndoshta keni jeni mërzitur diçka, ndoshta në lidhje me këtë pjesë, por gjithsesi një person nga e kaluara do t'ju mbështesi. Një pjesë tjetër mund të jenë në pritje të fëmijëve tuaj gjatë kësaj periudhe, që mund të jenë në një distancë të shkurtër ose të gjatë, por ju shoh që keni dhe një lidhje të ngushtë me fëmijët tuaj. Gjithsesi,
kini kujdes në lidhje me zhgënjimet ose ju do mërziteni pak me persona, situata nga e kaluara juaj, që keni marrë zhgënjime. Dhe situata mund të jenë çështje familjare, ekonomike, në lidhje me punën, por dhe gjithçka tjetër. Gjithsesi tregoni të kujdesshëm. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Akrepit. Atëherë do shohim se çfarë ndikimi ka, ju ndikojeni më shumë se shenjat e tjera tham, Demi, Luani dhe Akrepi, nga kjo prekeni më shumë, nga kjo hënere. Gjithsesi, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Atëherë, kjo hënere është përballë jush, sepse Demi është përballë jush, do t'ju sjelli ballë për ballë në lidhje me vendime të rëndësishme që do merrni, që kanë të bëjnë në marrëdhëniet tuaja personale, por edhe profesionale. Por më tepër ndikojnë në marrëdhëniet personale. Më së shumti ndikohet 10 ditësh i parë dhe 10 ditësh i tretë. Thjesht tregoni të kujdesshëm. Dhe shohim se çfarë na thot taroti, edhe në lidhje me shenjën tuaj. Dhe ju shoh, jeni në pritje të një përgjigjeje, mund të prisni përgjigje nga një person, mund të një përgjigje pune, ose përgjigje të ndryshme që mund të prisni gjatë kësaj periudhe nga ana ekonomike, ju mund t'i merrni nga më të ndryshmet, një shtatzani ose diçka tjetër, ose për një pjesë tjetër për të shkuar dhe jashtë shtetit, jeni duke pritur një përgjigje. Gjithsesi ju shoh që keni ndryshuar këndvështrim, do bëni plane afatgjata. Atëherë, ju shoh në pritje të një përgjigjeje, por gjithsesi ju ndjeni në dilema, nuk jepni dot drejtim diçkaje. Një pjesë prej jush mund të jeni në pritje të një takimi, ose pjesa tjetër mund të jeni nuk jepni dot zgjidhje, prisni një përgjigje në lidhje me punën tuaj nga ana ekonomike, por gjithsesi unë i shoh në festime. Ju shoh në festime, keni takime, hidhni themelet forta në lidhje me njofit, lidhjet ose marrëdhëniet, thjesht duhet të jepni zgjidhje situatave. Një pjesë tjetër në lidhje me udhëtime të ndryshme që mund të keni, por një pjesë prej jush mund të kenë lidhje edhe me një shtëpi, me një trashëgimi ose diçka tjetër, ku ju nuk i jepni dot zgjidhje. Gjithsesi, është një periudhë ku ju do arrini të stabilizoni situata të ndryshme që mund të keni, por shoh edhe festime në lidhje me ju. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës të Shigetarit. Atëherë do shohim se si do ndikoj kjo hënere që është në shenjën e Demit, edhe për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Atëherë kjo hënere që është në shenjën e Demit dhe ndikimet i ka 3 ditë para, por vazhdojnë edhe më mbrapa. Ju do t'ju nxis që të kujdeseni më shumë për shëndetin tuaj, duke lënë mbrapa ato zakonet e vjetra në lidhje me shëndetin, ndoshta duke bërë një fitness, një kontroll mjekësor ose diçka tjetër. Gjithsesi, shohim energjinë, duhet të tregoni të kujdesshëm, të thjesht në këtë pikë, dhe shohim energjinë për shenjën tuaj, dhe jeni të energjisë zjarit. Ju do jeni të vendosur në qëllimet tuaja në lidhje me një njofje, lidhje, por shoh që do keni dhe flerte gjatë kësaj periudhe, ose një person vjen drejt jush dhe ju do tregoni pak të mbyllur. Ju shoh me qëllime në veten tuaj, me lajme të mira, por dhe me marrje të një shumë të konsiderueshme para, shoh këtu, ku ju dhe kemi hënë në re 2 herë këtu. Për gjithë ata që se jo njësoj ndikon të gjithë pjesëtarët e shenjës, ju shoh që ju do merrni disa para dhe do jeni duke menduar ose të hiqni disa kursime ose të investoni diku. Mund të investoni te fëmijët tuaj, në shtëpinë tuaj, ose në një punë, në një biznes, në një projekt bashkëpunim. Por është një periudhë që ju shoh me qëllimin veten tuaj, do flertoni, do keni romanca,
por do të regojni pak të mbyllur, duhet të regojni më të hapur. Ndërsa në lidhje me shëndetin tuaj, do t'i vini qëllime vetes dhe ju shoh që ju sikur do çlirojeni ose do merrni lajme të mira. Gjithsesi mund të jeni dhe duke dhënë disa para gjatë kësaj periudhe. Ky është ndikimi edhe për shenjën tuaj. Ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së briciapit. Atëherë do shohim çfarë ndikimi ka kjo hënë e re edhe për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Atëherë kjo hënë e re në shenjën tuaj do jetë shumë pozitive, por do jetë edhe do ndikoj shumë në lidhje me dashurinë, do jeni shumë të dashuruar, por do rrisi shumë edhe atë sharmin dhe epshin tuaj. Atëherë do shohim se çfarë na thot taroti edhe në lidhje me shenjën tuaj. Dhe kemi hënën e re përsëri këtu. Ju shoh që ju dëshironi të bëni një fillim të ri, por që të marrë zhvillime të mira. Dhe këtu flasim në lidhje me njofjet që dëshironi të futeni, ju shoh që jeni përballur me shumë pengesa në lidhje me një fillim të ri, por ndërkohë sikur nuk i jepni dot zgjidhje me këtë hënën e re, sikur doni të mbroni zemrën tuaj. Në rastin tjetër, mund të jenë fillime të reja në lidhje me punën tuaj, një projekt, një bashkëpunim, por që do përballeni me disa pengesa dhe këto pengesa, edhe pse ju do t'ja dilni, ju përsëri sikur do ndiheni në dilema ose do jeni konfuz për t'i dhënë zgjidhje. Mund të jetë një biznes, një projekt, një bashkëpunim i ri, por gjithsesi ju ja dilni. Ndërsa në lidhje me punën tuaj mund të keni një ofertë të mirë në partneritete, bashkëpunime, ku dhe aty do përballeni me situata me pengesa gjatë rrugës, por gjithsesi ju do t'ja dilni, thjesht duhet të dilni nga këto nga dilemat që keni brenda vetes dhe për të mbrojtur veten tuaj, sepse e keni me hënën e re këtë. Gjithsesi, këtë mund ta merrni edhe në situata të ndryshme. Mund të ketë lidhje fillimi një pune të re, një kursi ose një fillim i ri ku ju dëshironi të shkoni diku ose të bëni diçka tjetër, në lidhje me familjen, me shtëpinë, investime të ndryshme që dëshironi të bëni gjatë kësaj periudhe, thjesht ju do keni pengesa, por ju do t'ja dilni. Dhe kemi 2 herë hënën e re, dilni nga konfuzioni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së ujorit. Atëherë do shohim se çfarë ndikimi ka edhe për shenjën tuaj, kjo hënë e re në shenjën e Demit. Dhe mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Në lidhje me ju, kjo hënë e re që është në datën 27, por efektet fillojnë edhe më përpara, do ketë një situatë pak të vështirë në lidhje me familjen, mund të jenë situata konfliktesh aty, por ju, sepse ju do jeni të fokusuar më tepër në zgjidhjen e situatave ose çështjeve që kanë lidhje me pasurinë e palujshme. Gjithsesi, thjesht tregoni të kujdesshëm në këtë pikë. Dhe jo se të gjithë do ndikojnë njësoj, varet. Atëherë shohim se çfarë thot taroti në lidhje me shenjën tuaj. Dhe edhe energjia e tarotit kështu erdhi, ju shoh që ju jeni në gjendje pagjumësie, stresi që ka zgjatur për një kohë të gjatë. Dhe kjo ka lidhje me një shtëpi këtu, ose në lidhje me pjesën e beqarëve, mund të jeni ose ata që janë në njohje në lidhje dhe në marrëdhënie, por personat që janë beqar në lidhje me një takim, ku ju dëshironi ta takoni këtë person, të ndjeni entuziast, por ndërkohë edhe ta festoni. Në lidhje me pjesën tjetër, mund të ketë të bëjë në marrëdhëniet tuaja, ku dëshironi të stabilizoni marrëdhëniet tuaja. Dhe do ta mbyllni këtë cikël të vështirë që ju ka munduar ndoshta edhe për një kohë të gjatë psikologjikisht, ose ju keni qenë në gjendje pagjumësie duke menduar në lidhje me situata të ndryshme, dhe këto kanë lidhje si në lidhje me familjen,
me një person të dashur që ju mund të keni në jetën tuaj, me shtëpinë, me një shtëpi, me një trashëgimi, ose në rastin tjetër ju dëshironi të jeni themelet forta në lidhje me këtë shtëpi, por dhe dëshironi ta festoni këtë gjë, por shoh që ju do harrini të mbyllni një cikël të vështirë për të filluar një cikël të ri pa këto shqetësime që keni kaluar deri tani. Dhe këtë mund ta merrni dhe në lidhje me punën, por dhe nga ana ekonomike, ose për një pjesë tjetër në lidhje me dokumenta të ndryshme që mund të keni. E rëndësishme është që ju po e mbyllni këtë cikël, sepse shoh ka qenë një cikël i plot hënor. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës të peshqve. Atëherë do shohim se çfarë ndikimi ka kjo hënë e re, që është në datën 27 prill, edhe në lidhje me shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lehtësime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Dhe kjo hënë e re në lidhje me shenjën tuaj do t'ju rrisi atë mënyrën e komunikimit ose talentin për të komunikuar dhe për të bërë negociata të shkëlqyera gjatë kësaj hëne të re. Dhe efektet e kësaj hëne fillojnë 3 ditë para, por vazhdojnë edhe më mbrapa. Dhe shohim çfarë na thot taroti edhe në lidhje me shenjën tuaj. Ju shoh që jeni në pritje të një përgjigjeje. Për gjithë ata që janë beqar, ndoshta ju jeni duke pritur një përgjigje nga një person. Ju shoh që mund të keni të bëni edhe me një person që tregojë pak narcist. Dhe kjo mund të ndodhi në lidhje me dashurinë, për gjithë ata që janë në njohje, ose te vendi punës për një pjesë tjetër ku keni të bëni me institucione shtetërore ose me një person që tregojë pak narcist. Përdor shumë fort pjesën e komunikimit dhe merr vendime të rëndësishme. Ju shoh që me hënën e re ju largoheni nga një situatë e tillë, ndoshta për të marrë një drejtim më të mirë për vete. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të jeni në pritje për të bërë një udhtim, mund të jeni në pritje të një përgjigje për një shtatzani te vendi punës ose dhe nga ana ekonomike. Është një periudhë që keni të bëni me institucione shtetërore, mund të jetë në lidhje me dokumenta të ndryshme që ju do bëni dhe jeni duke pritur një përgjigje, por ju shoh gjithsesi që ju do merrni një drejtim më të mirë për veten tuaj gjatë kësaj periudhe. Këtë mund ta merrni edhe në situata të ndryshme që jeni. Mund të jetë një situatë në familje, mund të jetë një situatë në shtëpinë tuaj, me fëmijët tuaj, me institucione shtetërore, me pjesën e dokumentave, ose edhe në lidhje me anën tuaj ekonomike, por dhe në situata të ndryshme. E rëndësishme është që ju keni marrë eksperjenca dhe do përdorni shumë fort pjesën e komunikimit dhe pjesën e logjikës gjatë kësaj periudhe, duke lënë mbrapa gjithçka të vështirë që keni kaluar dhe duke marrë një drejtim më të mirë për veten tuaj. Fal komunikimit të mirë. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Të gjithë ata që janë të interesuar për lehtësime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, dëgjojmë në video të radhës.